Po ne kemi biseduar për më shumë tema në Bruxelles me presidentin Juncker dhe me përfaqësuesin e lartë Mogherini. Është vlerësuar se është bërë progresi mirë në Kosovë në të gjitha fushat. Është vlerësuar në mënyrë të veçantë edhe lidhur me progresin në përmbushjen e kritereve dhe rekomandimeve sa i përket liberalizimit të vizave. Është thënë që ajo çfarë është kërkuar nga ne edhe vitin e kaluar, por edhe në takimin që kemi pasur në Bruxelles në dorën e vitit kaluar me presidentin Juncker, që gjitha ne ato i kemi plotësuar. Prandaj sa i përket Kosovës, do të thotë ne kemi përmbush kërkesat që kanë qenë para nesh dhe mbetet çështje e Komisionit Evropian dhe të institucioneve të Bashkimit Evropian që ato të procedojnë të ardhmen lidhur me vlerësimin për liberalizimin. Po atë që unë mund të them është se unë pres një përgjigje pozitive nga institucionet e Bashkimit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave, ndërkaq që data e dhënies së rekomandimit, por dhe data se kur qytetarët tanë do të lëvizin është në përgjegjësinë dhe në kompetencën e institucionit të Bashkimit Evropian. Ne respektojmë gjitha procedurat që ata i zhvillojnë dhe do të zhvillojnë më tutje. Kemi besim plot se ata do të vlerësojnë në mënyrë drejtë dhe sipas meritave përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave dhe se ne do të trajtohemi në mënyrë të veçantë mbi meritat në përmbushjen e këtyre kritereve. Datë të saktë nuk ka, sepse data natyrisht se përcaktohet në Bruxelles nga institucionet e Bashkimit Evropian dhe jo nga ne këtu.